Miq të nderuar të emisionit Dritare, urojmë të jeni mirë me shëndet e të kaloni qastet mira në shoqërimin ton. Mirë se po takohemi përsëri. Për emisionin e fundit të muajit nëntor, jo rastësisht kemi përzgjedhur një musafire nga Maqedonia e Veriut, duke qenë se këto ditë festive i bëjmë bashkë gjithë shqiptarët kudo që ata janë. Është kjo zonja Aygul Sulejman, të cilën e falenderojmë për përgjigjen ndaj ftesës. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, Isra, ju faleminderit edhe juve për ftesën dhe njëkohësisht për këtë emision të cilën realizon Departamenti i Gruas pranë Bashkisë Islame. Zonja Aygul, jeni prise në asociacionin për afirmimin e gruas, i cili ka shënuar dhe vazhdon të shënoj suksese të arritura të mëdha. Çka mund të na thoni në lidhje me themelimin, me fillet e themelimit këtij institucioni? Po, Isra, Asociacioni për afirmimin e gruas tani më shënoi 10 vjetorin e veprimtarisë së saj, domethënë në mars të vitit 2012. Kjo shoqat u aktivizua për veprim, duke pas parasysh nevojën për kontributin që e ndjejmë ndaj shoqërisë. Filluam një mision i cili mision kishte për qëllim të ngritë vetdijen, të nxit aktivizmin dhe të fuqizoj pozitën e gruas në shoqëri, në familje dhe në shoqëri, si dhe t'jep impaktin e saj në mbrojtjen dhe zhvillimin e lirive dhe drejtave të saja. Domethënë, Asociacioni për afirmimin e gruas është një mision, mbi gjitha është një mundësi për gjitha ata gratë të cilat dëshirojnë të kenë një rol më aktiv në jetën familjare, në jetën publike dhe shoqërore. Kur kanë qenë fillet të themelimet? Ashtu siç ka para 10 viteve filloi me veprimtarinë e saj. Parimisht ka filluar me konferencën e cila konferenca kishte për trajtesë nevojën e aktivizmit të organizatave jo qeveritare të grave në Ballkan, dhe me këtë rast u fokusua në trajtesat e kësaj nevoje, duke pas musafir të saj nga trojet e ndryshme të Ballkanit, me çka domethënë filloi veprimtarinë e saj për këto 10 vite. Pasuan domethënë edhe aktivitete tjera, të cilat sot e kësaj dite, domethënë disa vazhdojnë të realizon, ndërsa të tjerat mund të, domethënë nga viti në vit plotësohen edhe aktivitetet e reja. Zonja Aygul, qysh nga emri i organizatës, qysh nga emri i shoqatës, Asociacioni për afirmimin e gruas, vrejmë se target grupi keni gratë, mirë po a limitohet target grupi vetëm të gratë, apo keni edhe kategori të tjera të cilat i përfshini? Asociacioni për afirmimin e gruas është një shoqatë e cila kishte që nga fillesat e saj ka për qëllim të studioj, të inicoj dhe të nxis për diskutim, domethënë çështjen e rolit, pozitës dhe progresit të gruas nga një anë, por të bashkangjitur gjithnjë me kultivimin dhe ruajtjen e vlerave familjare dhe integrale në shoqëri. Këto dy shtylla janë fokusi i veprimtarisë së saj, dhe nga këto vetë familja, me që është e përbërë, domethënë nga 2 gjinit, veprimtaria jonë përfshin edhe domethënë gratë, edhe familjen, domethënë edhe antar tjerë të familjes, përfshi këtu edhe burrat. Mund të them që si shoqatë vazhdimisht bëjmë përpjekje që aktivitetet tona domethënë të përfshin edhe burrat, sepse fundja problematika që diskutohen nuk i bie mbar vetëm gruas, po familjes në përgjithësi. Zonja Aygul, cilat janë projektet më të rëndësishme të cilat ja vlen t'i përmendni në mënyrë që ta njohim sa më mirë shoqatën që e drejtoni? Për 10 vite goxha aktivitete janë realizuar. Vlen ceket se Asociacioni për afirmimin e gruas veprimtarinë e saj e shtrin në Republikën e Maqedonisë, kryesisht në qytetin e Shkupit, në qytetin e Tetovës, qytetin e Kumanovës dhe Kërçovës. A keni deg? Deg jo, për në formën e shtirjes së aktiviteteve, po. Dhe nga këtu
mund të veçojmë, domethënë, konferencën ballkanike, një konferencë që një ashtu kishte për qëllim të diskutohet roli dhe rëndësia pjesëmarrjes së gruas në fushën e politikës, në fushën e media, në rrjedhojat shoqërore, dhe këtu mund të cek që kishte, domethënë, pjesëmarrës të vendeve të ndryshme, jo vetëm të Ballkanit, musafir të cilët diskutuan për nevojën e aktivizmit të grave në këto rrjedha shoqërore, dhe pastaj jo më larg, domethënë, ishte edhe organizimi ndoshta i seminarit, ato që e potencova më herët, seminarit familjar me musafir të ndryshëm, ku diskutojmë mbi nevojat, kërkesat e sfidat me të cilën sot është duke u ballafaquar familja dhe tendenca për te i kaluar, ndoshta ato jo të gjitha zgjidhen në përgjithësi, mirë po hapa dhe tendencat që ato domethënë të zbehen në kuptimin e dukurive negative, domethënë kanë qenë vazhdueshme. Më pastaj janë konferencat e ndryshme që i organizojmë zakonisht me institucione të ndryshme ose me organizata të ndryshme, seminaret e ndryshme, trajnimet përfshirë këtu. Do ta veçoj ndoshta edhe shkollën dimrore. Gjatë pandemisë, domethënë fill pas pandemisë realisht, organizuam shkollën dimrore, kryesisht shkollë kjo e cila u realizua në bashkëpunim me Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, me target, domethënë, studiuesit e ri, dhe munduam të hedhim dritë mbi çështjet gjinore, kulturën, median dhe veprimin politik. Është një shkollë e cila ka dhënë një impakt pozitiv me musafir të ndryshëm nga Kosova, nga Londra dhe nga Maqedonia. Shpresoj i njëjti, domethënë, ta ketë gjatësinë dhe të vazhdoj me diskutimet e tilla. Gjatë pandemisë, si të gjithë, ishim detyruar të ndërprejmë veprimtarinë me prezencë fizike, mirë po me nismën e saj, AG-ja si shoqatë e cila ka tendencë të merret me çështjet familjare dhe shoqërore, filloi me ingjizimin e emisioneve afër jush. Emisione këto të cilat kryesisht ishin emisione psikosociale, të cilat dhe të ndryshme, të cilat kishin për qëllim të fundja të hedhin një lloj, si më thon, zbutje të situatës të panjohurës. Dhe për atë periudhë të cilën u realizuan, domethënë për periudhën 2 vjeçare, diku mbi 30 emisione janë realizuar. Kryesisht kanë qenë pjesëmarrës sociolog dhe psikolog, janë ndjek nëpërmjet rrjetit të Facebookut, dhe është diskutuar, mbi të panjohurin, mbi këto situata të pandemisë, si mbahen raportet familjare, cilët janë, në këto situata gjetjen elementeve pozitive për te kalimin e kësaj të panjohure të cilën na preku të gjithëve. Më pastaj, vlen të seket, domethënë, aktivitetet që zhvillimore, në kuptimin që edhe aftësuese, nga themelimi i saj, jemi munduar të bëjmë një lloj, si më thonë, aftësimi për zanate. Në këtë rast është çështja e mbajtjes së kurseve të rrobaçepsisë. Pse një projekt i tillë? Një projekt i tillë në kuptimin që të mundsojmë një lloj pavarësie ekonomike grave, fundja një lloj ndihmese ekonomike për familjen në këto situata. Dhe ky kurs është, domethënë, ka lëviz nga qyteti në qytet dhe është ndjek diku mbi 400 gra, domethënë, të cilët na gëzon faktin që sot ndoshta jo të gjitha 400 janë të punësuara, po në mos të punësuara, ata sigurisht i shërbejnë buxhetit familjar me punën e dorës që ata, domethënë, e bëjnë, qofshin nëpërmjet, domethënë, punësimit ose qofshin nëpër, domethënë, bizneseve private. Kjo është një tjetër, domethënë, projekt që
është mbajt, në veçanti jemi synuar të mbahet nëpërmjet në vendet rurale, ku krahas kursit është ofruar edhe ndonjë kurs gjuhëve, është ofruar ndoshta edhe një diskutim të hapur, domethënë me psikolog, me sociolog të ndryshëm, realisht për të qenë më afër me gratë e zonave të ndryshme. Patjetër, po e përcjellja aktivitetin që po e përmendni këtë kursin e rrobaçepsisë dhe po thoja vetëm me vete se sa e dobishme, sa e bukur është kjo, me që impakti i saj është shumë më i gjerë. Impakti i kursit është shumë më i gjerë se sa ata pak muaj që mbahet kursi, vazhdon edhe më tej. Zaten ajo është edhe qëllimi. Përveç njohjes me njëra tjetrën. Padyshim, përveç një lloj, si më thon, njohjes, një lloj retërzimit, fundja ata më nxon fakti shumë kur arrim deri tek disa gratë të cilat ndoshta edhe nuk kanë pas besim se mund ta marrin një zanat të tillë. Dhe kjo sot jam e kënaqur që sot domethënë ndjej komente pozitive që fal domethënë kursit unë tash punoj, kontribuoj familjes, domethënë ose ka arrit punësohet. Kjo është domethënë një prej benefiteve ndoshta që e ka ndjekur dhe vazhdon të ndjek këtë projekt. Me kërkesat e reja, në prill të këtij viti kemi hapur edhe IT qendrën. Ne dim sot që kërkesat për punësime kërkojnë domethënë një send më elementare, një plotësim të CV-s ose një njohje të një programi më të thjeshtë, ndoshta për udhëheqjen dhe për punën që i dohet. Nga këtu, si shoqate menduam që si nevojë është edhe hapja e këtij qendrës, po shpresojmë që pas vitit të ri e njëjta domethënë të përmbyll silabusin e saj dhe të ofroj programet për programet të ndryshme, të kurseve të ndryshme, përfshirë këtu edhe fëmijët, përfshirë edhe gratë, edhe domethënë studentët dhe domethënë njerëz profileve të ndryshme. Po kjo po shpresojmë që mbas vitit të ri ta kompletoj domethënë silabusin e programeve që do të ofroj dhe në hap, si më thënë, me nevojat aktuale, ta përmbyllim edhe këtë si projekt. Ju përgëzojmë shumë për punën e dobishme që po bëni. Faleminderit. Vazhdimësi e punës padyshim është edhe ashtu siç e ceka edhe më herët, një prej shtyllave është edhe ruajtja dhe kultivimi i vlerave familjare dhe sfidat me të cilën sot familjet ndeshen. Padyshim është edhe kursi Excelentët, është një ashtu kursi pishtarët, më thënë për grup mosha të ndryshme. Aty përveç mësimit të etikës dhe mirësjelljes së tyre, domethënë në familje, në shoqëri dhe në shkollë, kanë edhe aktivitete tjera të cilat kanë një lloj kreativiteti në vete, zhvillimin e mendimit kritik, edhe punëtori të ndryshme, gjithnjë domethënë të përcjellura nga profesionistë të fushave. Jo më larg se në vitin 2018 filluam karavanin e seminareve psikosociale. Këtu krejtësisht fokusi i këtij seminari ishte të diskutojmë për fillimisht pjesën fillestare të zhvillimit të fëmijës, dhe nga ana tjetër domethënë edhe trajtesa se si prindërit t'i reken këtyre sfidave. Nga ky vit, domethënë ai vit në 2018 u zhvillua në Shkup, pasoj në Tetov, ndërsa si vjet, domethënë hedhëm të njëjtin seminar me mënyrën e mentorimit, këshillimit dhe zhvillimit. Domethënë si një projekt i cili mbledh gratë, diskuton për sfidat të cilat i ka, qofshin në familje, qofshin në jetën ku ajo jep kontributin e saj, domethënë balansi midis familjes dhe karrierës, domethënë diskutojmë bashkarisht këshillohemi dhe bashkarisht japim orientime se si domethënë te i kalohen këto nevoja dhe kërkesa. Thash gjithnjë të konsultuara me profesionistë të fushave. Kur jemi të profesionistë të fushave që ju ndoshta edhe nuk keni kuadër të mjaftueshëm apo nuk e di si qëndron kjo çështje, a keni edhe bashkëpunime me organizata të tjera, qofshin ato qeveritare apo jo qeveritare? Po,
Shoqata janë kuptohet që veprimtaria e OJC-ve domethënë në vete ngërthen edhe është një lloj pasurie, bashkëpunimi me institucionet publike, bashkëpunimi me OJC-t e ndryshme, do të veçoja ndoshta bashkëpunimin e mirëfillt që i kemi pasur me domethënë edhe me komunën ku veprojmë, komunën e Çajirit, komunën e Tetovës, njështu me mund vlen të cekët që si shoqat ndoshta do të veçoja 2 iftaret e realizuara. Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, është sofra e cila i mbledh të gjithë gratë e profileve të ndryshme dhe këtu, domethënë fillimisht njërin prej iftareve kemi organizuar në bashkëpunim me misionin e OSBE-s në Shkup dhe misionin tjetër, realisht iftarin tjetër e kemi realizuar me grupacionin e grave afariste në Republikën e Maqedonisë. Këto janë 2 prej aktiviteteve dhe me bashkëpunim, domethënë me këtë mision, pastaj nuk është larg edhe bashkëpunimi me universitetet, Universitetin e Ballkanik, pastaj Universiteti Amerikan në Shkup. Shumë shpejt domethënë kishim edhe bashkëpunimin me grupacionin e grave afariste, Elit, dhe po shpresojmë domethënë që këto bashkëpunime të vazhdojnë. Padasht domethënë të harroj edhe Universitetin e Tetovës, i cili vazhdimisht domethënë ka dhënë përkrahjen për veprimtarinë e Agës. Zonja Aygul, si ju bën juve personalisht të ndiheni fakti që ju jeni në krye të këtyre aktiviteteve, ju i drejtoni këto aktivitete, si ju bën të ndiheni ky fakt? A ju bën të ndiheni me përgjegjësi më shumë apo është edhe privilegj? Është klishe të them është përgjegjësi më tepër se privilegj, kuptohet, po kjo përgjegjësi realisht është si më thonë e ndarë. Me vetë faktin që kuadri jonë është i formuar për personave adekuat, pjesë e kësaj shoqate janë persona të cilët domethënë mbajnë përgjegjësinë dhe kjo ndarje e përgjegjësisë mua më bën ndoshta në disa raste domethënë të jem e privilegjuar, kur shohim pjesërisht domethënë suksesin e ndonjë aktiviteti, ndërsa mbaj përgjegjësi çdomense për punët dhe veprimtaritë domethënë që ende nuk kemi arritur ti mbulojmë. Zonja Aygul, patjetër se vlen të përmendet edhe kontributi juaj në shkencë. Me siguri keni aktivitete të shumta në bashkëpunim me gratë të tjera, së fundmi jeni shpërblyer edhe me mirënjohje nga rrjeti i grave në shkencë, si ju bën të ndiheni ky fakt? Isra, kjo mirënjohje, domethënë, të cilën e ndan rrjeti i grave në shkencë, njëkohësisht domethënë ka dhënë ndoshta përgjegjësi edhe më tepër për punën. Është shpërblyer puna e cila është bërë në kuadër të shoqatës së grave dhe ndoshta motiv shtesë për të vazhduar edhe më tepër, edhe më fuqishëm për t'i lëviz dhe për t'i shkel ata rrugë të cilët ende domethënë na presin për t'i shkel. Zonja Aygul, për ta përfunduar, do të doja një koment prej juve si e shihni ju gjendjen, si e vlerësoni ju gjendjen e aktivizimit të grave e kohëve të fundit. Mbase ndryshon gjendja pak prej Maqedonisë në Kosovë, mirë po vendet ballkanike në përgjithësi i karakterizon një mos aktivizim i plot i grave në jetën shoqërore, akademike, megjithëse gjendja po ndryshon për të mirë. Po, Isra, nëse tash të prirur ndoshta për ta pa gjithmonë të përkryrën dhe na bën t'i hedhim në hije të arriturat e deri tanishme. Vërtet nuk është siç ka qenë. Ne sot për më tepër ndoshta Kosova mban primatin e aktivizmit të grave në pozita vendimarrjeje dhe mund të them që ndoshta është edhe shembull për gjitha vendet në rajon. Ka ndryshime, ka lëvizje. A është në stadin e kënaqëmërisë dhe pritshmërisë, normalisht që ndoshta nuk është. Mirë po shpresoj që me hapërimet e ardhshme, nevojat dhe kërkesat e
e ardhshme. Realisht bara çfarë na bie? Jo rastisht edhe thash, është ngritja e vetdijes. Bara na bie të ngrisim vetdijen për rolin dhe pozitën që mbajnë gratë. Do të thënë dhe këtu qofshim ne në Maqedoni, qofshi ju këtu në Kosovë dhe anë mban, do të thënë po sa të kemi një ngritje të vetdijes mbi rolin që e kemi, po besoj që edhe ngritje tjera në fusha tjera do jenë edhe më të kënaqshme dhe më të pritshme. Zonja Aigull, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në studio fillimisht dhe ju përgëzoj për arritjet që i keni pas deri më tani dhe ju dëshiroj edhe suksese në të ardhmen. Uroj që bashkëpunimet të tilla mes nesh dhe jush të vazhdojnë gjithmonë. Faleminderit shumë Isra, faleminderit edhe një herë edhe juve për ftesën edhe departamentit të grave pranë Bashkisë Islame. Sukses. Faleminderit. Miq të nderuar, me kaq po e përmbyll emisionin e kësaj jave. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Assalamu alaikum.